Kultivimi i varieteteve më të hershme të patates është një zgjidhje mirë për fermerët për shkak se këto varietete piqen më parë dhe kanë një cikël më të shkurtër. Drejtori i bujqësisë në Bashkinë e Maliqit Arbendu Lellari i bën thirrje fermerëve që varietetet më të hershme të patates, pavarësisht se kanë një rendiment më të ulët, kanë një çmim më të lartë të shitjes dhe janë më pak të rrezikuar nga dëmtuesit. Kërkohet mbjellja e varieteteve të hershme që dalin me herët nga fundi i muajit korrik, ka edhe kërkesa e tregut është më e madhe për të shkak të fluksit turistik, edhe ka një çmim më të mirë se patatja e zakonshme, sigurisht që duhet ka një rendiment pak më të ulët se tjetra, por ama hershmëria e nxjerrë dhe çmimi më i lartë ja vlen që të vlerësohet edhe ky problem. Shumë puni kanë në dorë fermeri në kultivimin e kësaj kulture, që nga mbjellja e hershme, që nga mbulesa, mbjellja diçka më thellë se mbjellja e zakonshme, e dyta mbajtja e shkrifte sipërfaqes tokës, dhe e treta është ujitja, që sigurisht në kultivarët me varietetet me cikël më të gjatë kërkon ujitje më të shumta. Kultivimi i varieteteve më të hershme të patates, sipas ekspertëve, është një zgjidhje e mirë në kushtet kur vitet e fundit prodhimi i patates në fushën e Maliqit është dëmtuar mjaft nga tenja, ndërsa në disa zona ka pasur edhe vështirësi për ujitje.